Në një moment të veçantë pas procesit të zgjedhjeve të 11 majit, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka ndarë ndjekësit e tij disa momente nga përgatitja për fjalimin e fitores. Në një foto të shpërndarë në rrjetet sociale, ai shfaqet në zyrën e tij ku po shqyrton detaje për fjalimin e tij pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Rama ka shpërndarë gjithashtu një mesazh për telefonatën e tij me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka qenë një moment prekës për të. Telefonata e vëllait tim Hashim ishte tejet prekëse dhe komandanti ishte në formën e vet më të mirë, shkruan Rama në foton nga zyra e tij. Ndërkohë numrimi i votave vazhdon dhe deri tani sipas të dhënave të para, Partia Socialiste është në krye me një fitore të thellë. Në mes të kësaj periudhe, Rama ka vijuar punën si kryeministër duke inspektuar projektet në Tiranë. Ai është faqur në zonën e shtëpisë së Europës, në sheshin Skënderbej, ku është planifikuar të mbahet samiti i komunitetit politik me 16 maj, një ngjarje e rëndësishme për angazhimet e ardhshme të Shqipërisë në nivel ndërkombëtar.